si të mësojnë këto mu bërtasin. E ky është fermieri i cili quhet Lulzim Shala, që përkundër sëmundjes, kancerin në fëtë dhe kancerin në lëg, ai nuk dorëzohet. Që do të me desh jetën, mi thonë jo se kam, më motivu me punu, mas me mendu të smundja. Unë veti që më thonë se kam, edhe prapi thëmë se kam, edhe vazhdoj punoj s'nana, e du jetën, edhe nuk dorëzoma. Deri ndekje. Me ti dëshmune, fotot e videot, gjatë punime pëtoka, ti thu kjo njeri ka dojë prej dheut, se shka është një mundi një bujkit, deri vjen të finale, është shumë zërë, edhe që vjen për 10 minuta një fatkeqësi natyrore me mundin e gjithë verës. Gjithë verën që kom investu. Prej vitit 2017, ku pas probleme shëndetësore me kancer në lëk. Në 2021 më ka përsërin fët, edhe për aty të kom dhe prej punën. Kom fillu me bujqësi, blektori, me maj familjen, me shkollu fëmijën. Përshëndetje miqtë mi dashur të Mediumit në Tiranë, prej mje Lauretës. Unë sot saktësisht jam në fshatin Ponesh të komunës së Gjilanit, breshëri që ka rrotë ditëve të fundit në Kosovë dhe që shumë fermer kanë pësu si pasojës e kësaj, realisht ka bo dome shumë të mdoja. Dome që është mdoja, sa që shumicës edhe ju është dosh që paret e fundit nështë me i fut këtu, edhe sot nuk ka rendiment. E ky është fermieri i cili quhet Lulzim Shala, që përkundër sëmundjes shumë tronë që përbollet kancerin në fëtë dhe kancerin në lëg, ai nuk dorëzohet edhe me këtë punë e mon familjen e Lulzimi ka edhe një firmë prej 10 kraj lopësh që me to e siguron edhe bukën e gojës, edhe të njëjtën kohë me këta misër që sot është dëmtu, ja siguron ushqimin bazë atyre. Po ai sot është mbështet prej muri edhe nuk ka asnjë lloj rrugdalje dhe asnjë lloj zgjidhje. Edhe këtë intervistë po e bojna që edhe me ndërgjegjësu ndoshta edhe institucionet që me reagu edhe me ardh pikërisht këtu, me i po dome që janë bo këtu, edhe të njëjtën kohë jetën se çysh përbollet Lulzimi edhe gruaja e tij që mundohen ditë e natë. Hajdeni me mu edhe ta takojmë Lulzimin edhe të shohim prej nga afër se çka ka me na thonë. Agja Lulzim, qysh je? Na këtu jena ardhë me të vizitu, dhe më thot për dome që i kanë bo, që i bo një breshëri që ro para disa ditëve dhe pe shumë gjendjen, dhe më thonë, ti për keq, ti për rënë. Po janë fatkeqësi natyrore, janë që nasën i parandalon të sene. Dome më kanë bo kogje janë të maja për mu, se e dini jam edhe me probleme shëndetësore. Afër 6 hektar misër i kam. Nuk i kam vetëm të këtë parcel, që do këtë edhe aja pjesa nalë. Edhe para shtëpia. Kam edhe dëshmi që fasadën e shtëpijës se ka dëmtu breshëri. Lulzim, one po du me të pyet ku ke në momentin që erdhën ato stuhitë dhe breshëri? Në ato momente më konë me kamë, natyrë. Edhe më konë me lopë? Me lopë. Pykullos natyrë? Natyrë më ka zonë a i breshën, a i afrinë. Mende e di shpirti janë si e kom kalu. Ku kom shkel në borë, thuj në akër po shkel, to ka bardhë konë. Edhe vetëm një pjesë e ka kapë fshati, do pjesë nuk i ka kapë. Është Bresaci, ati një pjesë Bresaci se ka prek, që të potezin që shtu na i thonë, që të logajnë e ka kapë. Unë që të pari ku pas misrin, mjellon që ta ma ka dëmtun, tërësisht. Tash kena me diskutu dhe për dome të, po ti ke do me thonë fush.
Edhe the që më tregove dhe para se m'ja nis intervistës me qatë dërkum nejtë se s'kisha as ku me shku, as qysh me lëviz, për sa minuta ke qëndru do me thonë në breshër edhe në stuhije në bufej? Po vallaj, me thonë 15 minuta, nështë edhe ma shumë. Do me thonë 15-20 minuta Po, ti ke nejtë me lupë edhe deri sa unë arë stuhija nuk kum garë që edhe lopë më shkepën, më dajten, si kur i rake beso, që është e marrë një dardhë ose një voe, që është i rake pjesën e breshërit. Do me thonë breshëri shumë i madhë dhe për shumë edhe të një, që temë është kjo dardhë? Dardhë ka dëmtu edhe dardhë. Ti e thesh shumë mirë që stuhit e këto gjona që janë do me thonë fatkeqësitë natyrore nuk mundemi me i parandalu, po problemi është që ti me këtë punë, bujqësi, e mon familjen. Po, fakt është. Edhe qa vlen me u cek është që ti ki edhe problemet shëndetit, je i smur do me thonë. Po. Nëse mundësh edhe njëherë me na tregu problemin që e ki, që... Unë prej vitit 2017, ku pas probleme shëndetësore me kancer në lukë. Në 2021 mu ka përsëri në fët, ku më bërë 2 intervenime në fët, edhe në për punë tjera, se ku punu edhe në fabrikë të ideja, para se me usmu, edhe për aty të kom dhe prej punën, kom fillu me bujqësi, blektori, me majtë familjen, me shkollu fëmijën, edhe me kalu problemin shëndetësor. Do më thotë kjo është jeta e një personi që realisht është edhe terapit e kancerit kushtojnë shumë edhe mandej mos flasum edhe për shpenzimet e fëmijëve, gjonat elementare. Ti prej kësoj ke prit do me thonë me nxjerr diçka që nështë mi mbulu edhe qoftë edhe që ato shpenzime që ti ke investu këtu, kurse sot ta ka dëmtu tërësisht edhe jem shtet prej murit. Jem shtet për murit. Po, tash përbaj kërkesë Ministrisë Bujqësisë me dalë, me na vizitu, se dhe na jem, e jem fermer, e që majnë familje, që rrismi e shkollon fëmi, mas me na dalë, mas me na përkra është shumë keq, shumë ranë, maj, këmë cek edhe marrë edhe çdo intervista, që unë e këmë tregu se i parashët o sene shumë ma përpara. Që 2 vite të knena, gjem të babala faqun me qumsht. Edhe tasht. Edhe me tash temperatura vitin e kalum shumë nata ekstreme. Nuk i na mujt me marrë rendiment sa dot. Këtë vetë kem... Për shumë edhe gjendjen, po, lirësht biseda. Tash edhe fatkeqësitë natyrore në breshërit ndoket ma se çka ka bu. Aq këtu nuk bojnë ma do me thonë. Faktikisht ja ma nuk di, nuk jem provu. Era parë që dëmton këtë mënyrë breshërin. Që mas me mund ma kjo nuk mundet mu zhvillu as mu rritma. Ja një temperaturë e naltë me marë e thonë krejt. Edhe gjendin në me thonë këtu që realisht është e trish se e di që ke dirë shumë mundë dhe so ku të ka mora gjallullzim me imbjell edhe kush të ka ndimu për shkak se ti e krye familjare, ki edhe bashkëshortën që munduhet dhe me thonë edhe bashkë kujdesen edhe për lupt edhe po kush të ka ndimu për me mbjell që me kuptu edhe njerëzit po të njëjtën ku institucionet edhe shteti që është diku një person që e mon familjen me këtë punë, plus është i sëmur prej një smundje që realisht gjithë e dim se sa shumë kushtojnë edhe terapitë e kancerit, edhe me ja tregu edhe atyre realitetin do me thonë, prej vendit ngjarjes tu. Unë
Vetë i kom kry këto punë, e kom bjell vetë me lapër, me frezë, me mbjellët mishin, me sërpiki, me ketë se unë s'kam. Përveç se bashortin që e kam, djalin e kam ma të vogël tash, i bo 15 vjetë. Një djale kam. Po nevojat, me që majtë familjen, më kanë detyru me kalu në lektori dhe në bujësi. E kom cek edhe në aty në tërvistë më herë. Që unë e bana pi qësaj. Edhe me qëto i maj lëpt, mu nuk e di institucionet e Kosovës, Ministria e Bujësisë, me dalë, mi pa këto fatkeqësit natyrore që ndodhin fermerëve. Se fermerët janë në kolaps më të madhin këtë vetë. Po foli përgjithësi, jo veç për veti, se nuk jam vetëm unë në Moravë që jam i prekun nga Breshku. Ka edhe të fshatrat e tjera, Llashtice, Remnike, Pozhërane, Radivot që ka dëmtu Breshni njëjtë mënyrë. Nuk jam veç unë. Që do këtë edhe aja pjesë atje ku e kam nisrit, edhe atje ka dëmtu. Në atë lugajen. Edhe realisht të në thashtë edhe më herët atë lëzim që është shumë e dhemshme kur ti nuk punon, nuk i dhe me thonë diçka tjetër për me nxirr të ordura. Dhe më thot, ti veç prej kësaj pune që a bën bujqësi dhe mbledhtori, ti e mon vetën, e mon familjen, i krynë edhe shërbimet e tua, do të me thonë mjekësore, gjitha këtu. Po, keti krynë me qëto, me qëtë mbledhtori dhe me lopë, me tokë që punoj. Tash grunin e kom korë, mullini 18 cent, 17. Tash i ka mush, e mësilosët se merë. Të janë vështërsi për neve, nuk e di ku, deri ku do të shkon kjo avari, për neve fermera është shumë e zorshme, shumë e mundshme. Me ti dëshmu në fotot e videot, gjatë punime për toka, ti thu kë njeri ka dojë prej dhejur, që është në ju kalëzu qytetarve, se shka është një mundi një bujkit. Deri vjen të finalja është shumë zërë, edhe që vjen për 10 minuta një fatkeqësi natyrore me mundin e gjithë verës. Gjithë verën shka kom investu. Edhe këtë pare të qësë në shtada ato të fundit, ti ke fut këto Po. sët. Edhe fakto që nështë edhe kom lunë, vetën ke që kom lunë edhe për mja siguru kazhve që kjo ushimi bazë tyve, kryesori. Asa lezim për dhe i sot ti po fletë, dhe më thëmë mu të më shtojnë edhe latë, edhe po emocionuna shumë për shkak se ta di edhe gjendjen edhe familjare, po edhe shëndetësore, edhe për kundër faktit që je, do më thonë, me problemet e tua, me gojlet e tua, je me një smundje që realisht është ti për e rondë gjithë e dina, edhe prap e gjoni mënyrë që me mojt në shta djalin, me mojt grunë, me mojt familjen, edhe sot me u vendus para një situatë të tillë që e the edhe vetë që nuk është në durën tunë, shumë mirë e the, po unë mendoj që shteti duhet me ju dalë ndihmë edhe sa do pak bilet në shta shpenzimet e juja për shkak se paret e fundit i keni fut këtu. Unë kom thirë drejtorinë e bujqësisë në Gjilan. Ishtë drejtori tash nuk është në detyrë të bujqësisë që kishë në rrumë. Të nesëme qatë ditë e kom thirë zavencën e ti, nuk mu ka përgjigjë. Të nesëmit e kom thirë, mu ka përgjigjë, mu ka thonë, e kom thirë me dalë ben ngjarjes, me pa dëshmi se qka, edhe unë e pagujve taksa komunale, e paguj taksa
qa e dorëzon qumshtin, fermet. Pse mas me dalë? To janë fatkeqësi natyrore për krejt. Si për ty. Si për mu, si për atjetërin. Të ndodhin, do të me dalë kryetari komunit, do të me dalë drejtoria e bosijës, me dalë me një armi, po halët e qytetarën një adhoni kurajo. Jo me shujt. Mu që kjo po mvret. Do të me dalë. Me dalë në teren, me po gjendjen praktike, me këqynë. E jo me shujt, mas me dalë. Do të me dalë. Do të korptohet. Nuk ka veç çdo 4 vjet me ardhë. Mu po më vjen keq. Keq po më vjen më shprej se nuk më mirë me politikë korë dhe s'du më mirë. Po du më mirë këksiona me halën e dertën e përmerve. Se nuk jam veçon. Këtë Kosovën thuqen një pjesë e ka prek. Na kem tash rrjetet sociale, televizion. Është Istogi, është Klina Skënderaj, është jemi natë prekun. Para 2 vite, kom pas fatkeqësi natyrore prej five tekër, 2 hektare gjysë. S'kom pas as një ton misër s'u me kom marrë. As nuk më ka përgjigj shteti. Jam konë 2 herë, 3 ministri bujqësijës. Nuk e di edhe s'di kur njëri ku do shkon, ku do ankohesh. Popoli mas me ra këto fjallë të mija mbesh shurdhen, po me dalë edhe me mu përmerve. Kush ka pas dame? Nuk ka koste e ollë kjo, është koste e naltë. Për një përmer me majtë dhe 15 copa kret. Dikush i ka dhe 50 e 60, edhe ajo është i dëmtum. Nuk jam veçon. Po kush dhe me takojt një dertë për i komunës sot, popoli. Boni do pato, dorëzoj të formohet komisioni. Edhe mandej shtyhet. As një lloj zgjidhje dhe jo jeni edhe në kredia, i keni edhe sëtet e tjera, do me thonë jem edhe dishme se sa rënë është gjendja, ndërkohë që shteti i Kosovës nuk bën asgjë për juve. Fakt është, do të mi kompenzu këto dame një pjesë, s'po thonë 100% mi bo, amo një pjesë me naj letuën, se faktikisht edhe në qëfë se këto nuk shpërblehen, nuk paguan këto dome, na veç shkon drejt përfundimin mbyllës ferma, jo veçon një pjesë, po tapja me plot bindje për thonë, se shka njof për i vitit 2021 përmer, që të rrëthim, po në është Brestat, e shka i njof, një pjesë i kam mshet, i kam mbyll, pse? është zvoglu edhe çmimi qumshtit. është zvoglu çmimi qumshtit, një una qumshtore. I bano pagesat, tjetra thot jo s'moj me ta marrë se s'kam kapacitet me prodhu më shumë. Tjetra thot jo, thot se nuk po shiten treg produktet e tona, neve po na zvoglohet. Sasia qumshtit faktikisht zvoglohet edhe kosto. Shpenzimet janë të nalta tash, edhe fatkeqësi natyrore. Çmimi i naftës mandej mos plasëm që ka eskalu, thëmë kështu edhe... Popoli, mrena filloj sezoni akordet me njerë çmimi i naftës luti. Hypi, njerë 65. Ka njerë që në i thonë nga dishkish Napoli. Alo nuk i kam bo korjen e grunit, edhe ata janë dëmtum, ajo buka. Nuk e di. Ma e keqa që te gruni, masi jem këto dhe prekum edhe këtë temë, çmimi i naftës është rrit, kurja e grunit nuk është bë, çmimi i grurit është zvoglu, edhe qa është halon është ma e rona që
edhe kompania thot kemi mjaftueshëm grure dhe nuk mundemi me pranu, ndërkohë që prej Serbisë importohet çdo ditë domethënë në mënyrë të jashtëzakonshme grure dhe këto produktet e tjera që realisht munden mu prodhu edhe këtu në Kosovë. Edhe prodhohen. Prodhohen. Edhe ka rendiment, edhe jep. Ai që punon, ai e punon me zemër, me shpirt. Hajde lëvizim, shkojmë pak edhe te parcelat e tjera. Edhe njëjtën ku po lop që shikia xhalulsema, Mirë. janë a ke hekna jo? Jo, për momentin jo. Qa po? Po në tash. Do më thonë, misri që tu ka dëm tu, te ke pas ushqim bazë për kafsh. batit që i ki. Po, unë e kom thonë, në qafë se s'ka silazh, unë s'muj me majtë lop. Edhe e thëmë, po edhe kejtë për mërët e din që pas silazh, së një majtë. Se silazha i jep qumsht, edhe është për ushqim, edukat për kafsh. Është i shëndetshëm. Se është natural. Nuk është i përpunu mas ku gjë, është sa natural. A që lullëzim, nëse nuk gjendet asë një zgjidhje, nëse asë shteti nuk reagën, nëse këto dame do me thonë asë nuk ju ndihmon edhe s'ja u ngjatë dorën kërkosh, qa menon me bo? Une menoj që me përgjysmu numrin e kafshëve se s'unë ja dalë. Se une jem bazu në bazë silazhës edhe nuk kom mujt me tash po foli edhe me shëndet, nuk kom mujt. Nashta 3 ditë kom mujt me punu, 2 ditë s'kom mujt me punu. S'ka kuj probleme shëndetësore. Vara ki edhe i kom lonë edhe terminet në onkologji si më shku për shkak që punët, se kjo është me marrë, me vjedhë këtë punë është, me vjedhë kohën. A gjallëzim, unë po du me cek shumë nështë që të pjesën edhe kërkoj folje nëse rënohesh apo diçka, po faktin që je sëmur me një smundje që është shumë e keqe për thëmë kështu, edhe munohesh çdo ditë me gjallë dhe me punu edhe mu merë me lektori, me bujqësi se ti nuk mundesh me punu diçka tjetër. Jo, unë e kom dalune në objekte të mbyllura me punu, prej mjekut. Se e ki sëmundjen e kancerit fytit edhe në fyt edhe në lok. Edhe në lok. Më ka thonë në objekte të mbyllura nuk o gjanë ti me punu, absolut. Unë edhe kur pregaditin shpinë kuzhinë nuk rri. Se ernat unë bojnë... Tepër shumë dëmë. Unë bojnë dëmë. A mundemi pak me i këshyrë edhe lop? Po, s'o problem. Edhe... Muqa, e këto, e kam. Më thonë e kemi edhe... Nuk është i shtiu qane? Ja, kë vja me lop me mu. Okej, e pas të kështu shumë. Po, shumë gusht. Kë pra është edhe firma e Aqës Lullëzim. Sa janë shumë shtore i ki? Vajti, kam, si të më shojnë këto, mu bërtasin. E ki lidhje So, tash të pak e kam kohën me do në pushtë. Kemi mësu edhe pak e gjatë. A, po, vëlla. Apo mundesh me ja bërë, apo mundesh
me u kujdes për to? Apo kim dim në shtatë gruja, Po, djalja? gruja, ajo kujdeset shumë. Ajo ku është nga këmë cekë edhe çdo intervistë që ajo kroj jam i djo. Ajo dhe në pusha vjen në mu bashkë në toka. Besoni se nuk du me asë një Na po janë. besojmë se edhe i kina po këtu prezente dhe më thonë fizikisht që kujdeset për tu edhe punon baraz me ty. Nuk ka marrë, asë nuk ka sen me sonë, me kaketi këm bajt, i këm pru veç me ta. Veç me gru. Veç me gru. Djali ka ardhë, ka vuti traktori, na dhe kina ngarku. Aja mi ka dhonë, unë e këm palu. 1200 i këm bajt veç me ta. 700 i ka është i këm bajt veç me ta. Nuk ka ardhë kush. Shënë vot është të... A gjallëzim nuk më nge një që nuk përja hanë kokën të thëmë shto dhe bashorë. Jo, asë një kashore. E ki kratë djasë dhe e ki do me thonë në gjdo hapë të ofër me ty, se ti edhe nuk mundesh vetë, edhe Jo. nuk mundesh... Fakto, e din krejt. Më pëthëm nana mëra, foli për pikretarit komunës, çdo drejtorie që janë Gjilan, unë njofin, e din kush janë, që më konë më kam vizitu. Edhe këpori tërë kokon këtu, ka vizitu. Deputete, nuk jam një që... Nuk jam... Që e ki edhe qumëshin ku... Po, laktofrizin e kam. Munona, kështu me thonë vetin, nuk e ka ma që mundje me punu, me vullnet, me dëshirë. E jo, veçajt, vëllaj, sës po moj. E kam qatë probleme dhe mu nalë, nuk im nalë kur, edhe do të nalë deri m'dekje. Po, kushtet, rëthonat, në qëfë se vinë, që shpi para shafone, që shjem të i para po, që shdo ditë përmer të arë të ju këtësu gjendja, të ju vështërsu sanat. Në vitin 2025 unë dove e këmë thonë që ka më arë që kjo, ka thonë të shuj se ku pedin, o po se importi është të jimë në të madhe në Kosovë. Qumë si plan, po, vaj, palmës, po. Këtu, që tonë në qafë se ndalen, s'po thomi nalë 100% importin. Po, njam nuk një aksis shteti. Edhe me indimu bre fermerve, shqiptare, bujshve, se Po, valloj e ka- di që s'është e letë edhe Ka fermer shumë zot, ka fermer shumë dyshum. Po foli në Kosovë ku me jesë. Na e keme edhe këtu një fermer që është shumë i fort. Kam vinë 100 krerë, i punon 150 hektar tokë. Po edhe aj ka zonë tash, më dorëzu se aj ka sasi qumësit shumë. A që ti tha që kem shumë fermer të mirë, po unë du me ta thonë që një ndër ta i edhe ti, jeni fermer shumë i zoti, jeni fermer që përveç dhe më thonë kësaj pjesës punës, blegtorisë dhe bujqësisë që mundosh me bo, ti je edhe motivim edhe inspirim edhe për neve, qoftë edhe neve trive që i kem nashta shëndetin, i kem krejt sanët, po pa kryt me na dhimt edhe nolmi edhe do me thonë as nuk dolim nashta në puna, diçka ndërkohë që ti je që so vite me kancer në lukët edhe në kancer në fëtë edhe prap s'nolesh edhe prap Jo, si më nalë asë një ditë, ve që e gjoni mënyrë me punu edhe me gjallë edhe me mojtë familjen. A që vëzim, unë po du pak me unalë edhe të një pjesë tjetër që është shumë e rëndësishme, që edhe këtu nuk flet veç për veti,
po tu njës prej vetës flet edhe në emër gjithë atyre që nuk mujnë është ta me full. Fakti që më the që ju më shku në onkologji, kom prit në është ta 2 orë, 1 orë kom prit për një barn, edhe kur ka dal mjeku, më ka thonë që nuk ka. Qysh është jeta e një pacienti të onkologjisa Xhalulzem? Në shoh raste. Prit 1 orë, 2. Po me staf të onkologjisë, se më ka ra raste edhe në Tiranë me qku. Po në Kosovë, në onkologji janë stafi shumë, janë i mrekullu shumë. Pip infermierët deri te në radiologjia të shka janë okej, janë shumë. Nuk kam shka ta foli, po mungesat e bana po ndodhin. Tash se di pse. Sa kushtojnë terapitë një njeri me njeriut me mbaret. Sa harxhon ti çdo muj për këtë sëmundje? Vallai, një mesatare nështë. Nuk ja kom nuk kur lapsin veç e kom siguru. Falbi dashamirëve do terapisha i kam për jashtë të më vinë. Do i marrë do në Kosovë. Do i blem, do ne vinë për jashtë. A ka pos në hera Xhalulzem në i moment që nështë ta terapit kanë qenë shumë shtrejta, se une jon pak në rrjedha se edhe nuk janë të lira do më thonë, edhe s'ke pos pare me blejnë është ta një borna, një diçka. Jo, une për veti po foli, se me rrajt nuk du me rrajt, që që zotit i kom pas mundësit i kom blej. S'ka pas, në onkologji më dale e kom blej. Privat, nuk e kom qyrë kastën sa ka kushtun. Kur? Se me pas me ndu edhe që ata sa po më kushtën, është shumë e ronë. Nuk mundëm i përballuan. Tash nuk jam qasi tipi që nuk jam noj fort menën edhe veshin. Sa më kushtoj sa kuku e mesër zonë. Unë po foli pitë të honë dhe i prendëm ku marë. Pitë 8 që jemi një krevet, deri në ora 4 këm nejtë, ku marë terapien. Po, se këm kry unë i më dalë, këm punu, nuk këm nejtë ratë. Po, nështë ta këm pas problem, në shëndet, këm ikë për gruës për thmi që marë që të nalë, të firma këm nejtë. Besoni, nuk du me më hu këtë sen. Po, si më dërzu edhe që do dërzona deri në momentin e punë. Tash, po folmi tash për misrin, për parcela tjera. Diskutu pak edhe që atim se me kuptu edhe njerëzit që ti për kundër faktit që se ki letë edhe prej problemeve tua shëndetësore, plus edhe kjo fatkeqësi natyrore që të ka ndodhur dhe as shteti as komuna nuk po të gjenden ofër edhe nuk po të dolin ndihmë shumë e rëndë për ty. Hajde i shohim pak, do më thot këtë, sa vend kitë mbjellona me misër këto, në saksësh në këtë vend? Këtë parcel, mas ga bushaj, nuk vedi tash saksa është, se kam skisat edhe shumë gjendjen. Se qërë do këtë edhe rrugën e ka prish. Do më thot Xhalulzem, për shumë gjendjen që realisht është e të meshme. Edhe këtu nuk bën mo. Jo. Nuk rritet mo. Do me thonë prej 6 hektarëve që ti ke mbjell misër ushqim për bagtit që i kia atje, ti mo nuk të bën këta. Nuk era parë. Do të me asgjësu. Nuk e di unë era parë që ka ndodhë kështu. Ka ra breshën amo, ka ra pak. E ka dëmtu pak amo kështu, këtë mënyrë. Era parë. Edhe këm po foli. Nuk di me pa qka me thonë, po do këtë. Qysh po të bën mundje që punën tone të muajve shumë nxehtë verës, do me thonë temperaturave shumë të larta, krejt çdo mund, çdo djerë se ke derdhën këtu, kanë këto parcela, edhe sot do me thonë po i shen këtë gjendje. Qysh po të bën mundi? Unë po foli a ditë kur e marrë prej
prej fushë që më zoni më breshi me lop, kur e marrë dhe kom pa këtë gjendje nisrin, edhe ato i ndalë edhe tjerat hapa që i kam qëtësimit i kom pi me qëtësu pak vetën e marrë se shumë e kom di vetën, shumë keq se unë e tregova me qëtojmë e kom pas në bulesën ma të mirë edhe kom majti me që do të marrë rendiment ma të mirë për kafsh, po që fatkeqësit e Zotit nuk mundin parandalu, po një kërkesë, një ndim prej komunës, prej qeverijës, pse jo? Se nuk jo. Edhe pse përbojna nashta këtë intervistë që me shku edhe në vesht edhe në sytë e dur, që me reagu, me dojnë vend gjarjes edhe shteti edhe komuna, e jo vetëm atëherë kur i vynë ashta votat edhe kur kryet mandati, po me nejtë ofër juve, fermerve që mundoheni ditë e natë nashta për bukën e gojës, me mojë familjen edhe është shumë e trishtë. Po foli për kulmina me blegtori. Niveli qendror i bujqësisë në Kosovë, pa marrë edhe të kalunën, edhe tashmen, ana moralën e kanë neglizhuar, shumë se jo pak. Unë si fermer, kur zhjenë ma qilë derën, përveç se vitin 2023-2022, Pse e kanë neglizhuar? i unë konë drejtori i bujqësisë Bajrami, kryetari Albani, ma kush, atë vjen me të vetë. Shfar halë, shfar derë të kanë fermert, jo. Në qofë se na nuk e ngritëm i zonin atëre na veç dite e të poshtë. A që lëzim, unë du me të falendru për gjithë shka që ndove, du me thonë, edhe... Ashtë edhe shpia aty, e kanë dëmtu breshri, ashtë fasadën ndokët, pse jo, është e migjës, edhe ajo dëshma, se edhe atina i ka bu dëmë, po që ta po pëthëm që me dëshmu edhe aty se ka ndoti, është shumë dëmë i matë, këj se 100%, për mua 100% dëmë është. Une faktikisht do me thonë ka me madhë ndryshe, për shkak se ti ki probleme shëndetësore, s'mundesh me punu diçka tjetër, nusja të njëjtën kohë, e ki krah djathtë këtu, djali është i vogël, është 15 vjeçar, edhe është dëm shumë i madh. Për mua dëm i madh, seriozisht, nashta njerëz tjerë fermer kanë buxhet, kanë dhona, tarma tjera, unë e kom pasë që ta, edhe me që ta lop. As nuk ndesh me lim gjym pi kërkoj. Për smundjen tem, për probleme shëndetësore të mija s'kom lim pi kërkoj. Kush më ka dhonë faliminer, kush më ka nimu, se më haj ato. Ama as njerës s'ke dosht me përdoj një pretekst smundjen, për kundër fakti që është shumë e shtrejtë edhe mu trajtu edhe është e pashërushme. Edhe sot nuk e përdori si pretek, po ju të regoj njerëz me motivin që fiks me jetu me desht jetën. Jo, ka prej kjo edhe më nalë, jo nuk ba. Që shi ke dhe nga ret vetës, po du me të pyt ma si? Jep një këshill, një mendim tani personal, që do të me desh jetën, mi thonë jo se kom, më motivu me punu, mas me mendu të smundja. Une nuk u mendu të ajo, une veti që këmë thonë se kom, edhe prapi thëmë se kom, edhe vazhdoj punoj s'nona, edhe pse është smundje maline, këmë pas 3 intervenime, nuk ju nalë, nuk ju ndërzu, këmë vazhdu me punu, me jetu, edu jetën, deri në vdekje. Edhe nuk dërzon pa. Parë do
Çfarë do balla pacimi, do të më pajtu në mënyrë ma të mirën. Mi thumë vetit jo se kam. Se do me do gripe, dorëzonë, unë jo. Nuk dorëzonë. Shire dhe neve trive që jem me një moshë shumë të re dhe një grip në atë zënë dhe ku që ti, që e ki një smundje ti për tronë dhe prapë munu është që është do ditë me vullnet, me dashni për jetën edhe të njëjtën ku punën shumë ogjë. Unë e di se sa shumë punën, unë e di se do me thonë ti edhe kur si e në gjendje të mirë me punu edhe kur mjeku në ashtë të thët me pushu ti prap del, shkën të loptë, del për pusha edhe pse ndodhi ke fatkecia natyrore, ti prap the që nuk dërzohesh edhe. Jo. Ama që domin, që tash që e kam, është 100%, kam gjasa me zvullu numrin e kafshëve se nuk mu ja dalë, se po shifet një sen, shumë që doket pi breshri ta kjo. Do më thonë këtu, së pasu e breshri. Breshri ka bo. Kjo është e vllata. Po, vllata. Është e ka bo breshri pasadës. Dëshmi është. Dëshmi që ati ka qitë ka pak të une që ashtu do që në mide, po ato janë pak, po të misrja domi maj madhe, që nuk muj ja dalë. Nuk me ja dalë edhe kjo është nështë edhe arsyeja pse për e ngrisëm zonin të dytë bashkë. Po vallaj, për që ata edhe kumë thirë edhe me ngrisë zonin se jo vesh për shdo 4 vjetë. Ja, jo. Jo, do të me dalë, mi pa për mërtë, mi qa halët me për mërtë. Kjo është nëjse fatkesit natyrore në asumin parandalonë. Jo, pa diskutim, Amo, me dalë institucionet, me dalë me përkrav, mi pa gjendjen faktike. Që ka ndohë fatkesit në ashta, në qëto momente ka mute dhe mu, me posdo me një jetë, po ato sunin parandalon, për thonë 100 euro. Amo pakten shpenzimet që të damet me naj kompenzu shteti, se nuk janë vogla, e din këtë për me, e shfar kosto kanë. Edhe pa to sunin majnë kashtë, do të mi jekë, se s'ka, jo tash si me temperatura 35 gradë, kjo tharë. Bo është krëm. Tash edhe mu tha, fatkeqësisht kjo s'bohet mo, nuk e pas rendiment, nuk jep. Vendëm tu, edhe në këtu momente thirrja jeme vetme dhe thirrja jote vetme, po besoj që është një drejtu krejt institucioneve, edhe me këthy syt pak edhe ka fshotrat pak ma thella, e the që anamorove në kanë lo shumë asdore. Shumë asdore, shumë. Nuk i vizituj infermerët e bujqit e kësoj zone që me i kone gjitha problemet e gjitha qanë. Jo, unë e ceka, edhe me një frit ma hershme, edhe tashmet. Jo bre, jo, që tu, po në është bresarës që të pjesë. Asë një ministrë nuk o ardhë, asë një savent ministrët. Ka dhe thash për mërtë majtu. Nuk ka veç të vogël. Po kush vjeme me të ka një derë me të unë, me të vizitu me të pa shka. Unë po foli për veti mu asë një, nuk po du me marrë me më pa. Po tash domet që tonë në dalim. Domet, problemet, Pi 2025, pi 2025 si me vështërsi, e 2026 kemi pas vonesa subvencionëm, gjithë shka kemi përballu, po ka orë momenti vallaj do më kësej për stene. Nuk di shka. Themi edhe për fond krejt, sot do me thonë, sot ka kushtu një mesatore që ti me investu në këtë parcel, në këtë parcel atë që ka ndëmtu. Sot do me në euro ki? Tash nuk e di, nuk e marë e ceka dhe marët. Nuk muj me thonë shumë. Tash 1 kilogram silazh me blej,
A për 12 cent kushton me ble. Me ble, se po tash po interesona me ble. Se unë së mi mbaj kasht. Edhe detyrohesh me ble. Ndërkohë që këtu ke shti pore, ke shti mund. Po, Edhe shti. Ogjën e jam për ditë me bujqit, me fermert, edhe e di Nuk po më di. mirë se me qa përballeni, po edhe herën e por, po edhe sot, te ti sa herë të vi, ose sa herë bisedoj me ty e kam nështë për thëmë kështu një dhimbje dhe një emocion ndryshe të njëjtën kohë, për shkak se e di që çfarë jetë e bën, edhe që shpe e thashtë edhe ma herët, problemet me cilat përbollesh edhe faktin që s'nalesh edhe kjo fatkeqësi që t'ka ndodh, na i bojnë atyre krejt institucioneve që me i këty syt pe thëmë kështu nga fshatrat e zonat ma t'fella. Edhe këtu në shotin për nesh e keni do me thonë Gjylzim Shalën që mundeni me ardhë, me vizitu edhe të njëjtën kohë se ky me këtë gjallë e mon familjen, me këtë punë do me thonë edhe munohet çdo ditë edhe është dy fish më e ronë. Po, për mu është më e ronë se për dikon thash nashta, dikush i ka tarnat më të mira, unë më vana për qësoj. Edhe që kjo më ka ndodhë, thash më Ogjë faleminderit. po jo, më dorëzun zërzona, a pet, po thëmë. E qysh do mund- një një mënyrë mënyrë edhe edhe- dalë edhe me u bëj fort. Edhe Po. bravo që po jep këtu mesazhun, falenderoj prej zemrës për gjithë shka do me thonë.